16 vjet pas rënjës heroike të komandantit Agim Ramadani, bashkëshortja e tij Shukria ka thënë se fatkeqësisht ende nuk është të përmbushur ajo për të cilat ka ndëruar Agimi. Shukria ka thënë se institucionet duhet të bëjnë më shumë sepse sipas saj nuk po bëjnë aq sa munden. Në fushata po i vrejmë premtimet, të cilat nuk po përmbahen. Sikur ti përmbaheshin vetëm premtimeve të tyre, me cilat i fitojnë votat, besoj se ky vend do të shkonte më përpara. Shukria Ramadani ka treguar se ka shumë kujtime me bashkëshortin e saj Agimin, por ajo ka thënë se nuk mund ta veçojë asnjë kujtim, sepse për të gjitha kujtimet janë të vlefshme. Kemi jetuar jashtë Kosovës fatkeqësisht, po kemi pas një jetë vërtet që ka lind nga një dashuri fëminore, me cila më përmbush sot dhe jam thjesht çdo ditë jam me te, çdo ditë më kalon me kujtimet e tia. Kam një familje të mrekullueshme, e kam një nip që e mbart emrin e tij dhe na lumturon tërë shtëpinë. Agimi vazhdon të jetojë me ne, vazhdoj me kujtimet e tij, të përmbyllë jetën time dhe shpresoj që rinia do të ketë vërtet më shumë rrugë të qelura në Kosovë, më shumë perspektiva dhe do të ketë dëshirë të ndërtoj vendin e vet dhe të punoj për këtë shtet. Bashkëshortja e Agimit ka thënë se këto organizime e nderojnë dhe e ndihmojnë shumë, sepse sipas saj, këto janë pika shpresës se shteti po i kujton këta njerëz dhe se ata nuk janë gjak i humbur. Me këto përkujtime, shteti po e përkujton një pjesë të historisë të cilën sipas saj nuk guxojmë ta harrojmë.